Dashur miq të mam, pas pak do të vijoj me të ftuarin e radhës, por një falënderim special shkon për mbështetësit e emisionit Mam, Uila Thiza, Dino Rios dhe Maru Derm. Mbi të gjitha ju falenderoj ju që na ndiqni javë pas jave dhe ju lutem të na bëni subscribe, të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube për të ndjekur çdo video, por gjithashtu për të lënë komentet tuaja dhe për të na sugjeruar edhe për të ftuarit e radhës. Tani, le të vi i ftuari i radhës. Mendoj që çunat janë në një moment shumë delikat. Të gjithë shifrat e tregojnë. Notat në shkolla të çunave janë shumë më të dobta se të gocave. Diplomimet nga universitetet të çunave janë shumë më të dobta se të gocave. Gocat gjithmonë mund të zgjedhin. Natyra e ka bërë kështu në jetë, mund të zgjedhin partnerin e tyre. Çunat e kanë më të vështirë, janë ata që duhet të zgjidhen, edhe për këtë duhet të jenë të bukur, e duhet të jenë të pasur, e duhet të jenë të vëmendshëm, e të kujdesshëm, e të ndjeshëm, e të fortë. Sot në PAM nuk kemi thjesht një figurë publike, kemi një bir, vëlla, kemi një baba, kemi dhe një besimtar, sepse sot kemi edhe Krishtlindjen, e festojmë së bashku këtu në MAM. Sot kemi Blendi Salajin, i cili sot na flasi për familjen, për atësinë, për besimin gjithashtu, por edhe për përgjegjësinë për të rritur fëmijë me zemër të madhe. Do të jetë një episod i ndjer për Krishtlindje dhe për Krishtlindjen, apo jo, Blend? Patjetër. Jam shumë i kënaqur që jam këtu. Edhe qëlloj kështu dhe jam shumë e lumtur që qëlloj kështu në fakt sepse njerëzit në këtë ditë kanë nevojë të dëgjojnë më shumë dhe duket sikur janë të predispozuar sidomos edhe në raste festash, siç janë Krishtlindja, siç është Pashka për shembull, janë gjithmonë edhe ata besimtarë që largohen, afrohen edhe më tepër në këtë rast. Kishat janë plot. Kishat janë plot në këtë rast. Jo vetëm për këtë rast, po shikoj diçka në lajmet, jo për Shqipërinë, po shpresoj të vijë edhe në Shqipëri, po ka patur një val sidomos e të rinjt, njerëzit që po i rikthehen besimit, edhe në ditë të zakonshme, jo vetëm në këto pashkët e festat e tjera, të cilët po mbushin kishat dhe po kërkojnë një qëllim. Mendoj se është një botë që është konfuze, e të rinjt sidomos shikojnë lajmet ku ka shumë pleq që seqin dorë nga e tyrja dhe po kërkojnë një rrugë tjetër, një rrugë më të qetë, më njerëzore, do thosha unë, se ajo që po jepet si ushqim këto kohët e fundit. A mendon se po e gjykojmë pak këtë pjesë, se nga ata që e gjykojnë këtë pjesë, pra duket si thjesht një dorëzim që s'ke qa bën dhe gjen rrugën drejt Zotit si mënyrën më të shkurtër, sepse ka të tillë që gjykojnë. Po, let na tregojnë një rrugë tjetër, mendoj se asgjë s'ka pse të gjykohet. Edhe besimi nuk është një gjë e re, nuk është një trend i momentit, nuk është diçka cool, hip, edhe pse dikush mund ta shohë ashtu, se thotë okay, do të kaloj, po patjetër këto cikle kanë kaluar në botë, por kohët e vështira bëjnë që njeriu të kërkojë diçka tjetër. Dhe Bibla thotë që unë e kam vendosur përjetësinë në zemrën tuaj, dhe njerëzit e kanë së brendshmi atë gjë, ndoshta shkëndija është e vogël, por herët apo vonë, me pak fat, zjarri mund të ndizet. Çfarë thot Krishtlindja për ty sot? Si bir, si vlla, si prind? Po, e para është një moment për të qenë më afër me njerëzit tanë, me të dashurit tanë, ata që si thua janë pjesë e familjes tonë, por jo vetëm. Krishtlindja mund shihet edhe ka pasur një periudhë hiperkomercializimi, ku duhet blesh dhuratat shtrenjta në mënyrë që tregosh dashurinë tënde. Po ne e dim tashmë, unë në këtë moshë që jam, që dhuratat nuk zvendçojnë dashurinë, as kohën, as kujdesin, as prekjen. Kështu që është e kohë që të mundohesh. E njerëzit e kuptojnë këtë herët apo vonë që të mundohesh ta zvendçosh praninë tënde me dhurata, me para, këto janë kotësi, ka një pasuri tjetër që vjen në formën e dashurisë, e të qëndruarit pranë të kujdesit, që është çfarë mendoj jo vetëm ne, por e gjithë bota po e kërkon. Kur e more birin tënd për herë të parë në dorë, a mendove që Zoti sapo të kishte dorëzuar një përgjegjësi kaq të madhe, të rëndë, në duart e tua? Ishte një përgjegjësi e rëndë, 2 kg 900 gram. Që unë mund ta mbaj edhe me një dorë, por kur e kam prekur për herë të parë, e mbaj mend se kam pasur frikë ta marr. Se mos më thyhet, mos më
Po ka qenë një moment që nuk e harroj kurrë, edhe i kam bërë një foto me një telefon Nokia që ishte aso kohë. Briani ka lindur në vitin 2011, kështu që ai do mbushi 15 vjeç së shpejti dhe koha kalon shumë shpejt. Tani ai është më gjatë se unë, është një djalë i rritur, por ai momenti i parë kur unë e pash edhe ishte i zhveshur, e dallova që ishte i mbir. Mund ta dalloja. Në ç'kuptim? Në kuptimin e formave të trupit të tij, nga supet e tij, pash supet e mia. Tek ajo bebia e vogël ashtu, edhe një kërthi, si thuash, ai që përpëlitej pak, domethënë, kështu sapo kishte kaluar, ishte një lindje natyrale. Ka qenë një lindje natyrale. Po, ka qenë një lindje natyrale. Zgjati shumë ajo pritja jo, apo zgjati jo? Shumë pak. Shumë pak. E mbaj mend atë ditë, një natë përpara, Anora filloi të kishte dhimbjet e lindjes. Kështu që ne e kaluam natën bashkë edhe kemi qenë kështu spooning, siç i thon, edhe sepse kishte ato kontraksionet, po ishin akoma të rralla. Pastaj ne shkuam në mëngjes me të ngritur, rreth orës 7-8 në mëngjes, shkuam maternitet. Edhe e pan doktoreshat aty, edhe I thanë do vish prapë nga ora 4 mbas dite. Shko në shtëpi, më thënë, hajde. Ktheu një dhe një në shtëpi sepse nuk je gati. Duhen edhe disa orë, por do ndodhi sot. Dhe si thua, ka nisur në orën 7 mbas dite procesi I lindjes. E unë isha për jashtë, të them të vërtetën, kisha menduar se doja të isha aty, por Vjera nuk më la, sepse Vjera ishte mami, që ishte edhe një fat, sepse e kishte mamin aty edhe I duhej. Kishte siguri. Po edhe mua nuk ma mbajti, domethënë në momenti që I vështirë, por zgjati vetëm 15 minuta. Sepse 7:15 çuni lindi. Edhe më thanë që ka lindur. Nuk e di, rreth 10 minuta mbas kësaj unë hyra për ta parë. Edhe ndodhi ky momenti, kjo fotografia që thash, kjo përballja me Timbir për herë të parë. Dhe gjëja që kam ndjer atë ditë e që mendoj çdo prind e ndjen, çdo baba, edhe çdo nën, është që para këtij personi isha krejtësisht I zhveshur nga çdo ego personale, nga gjithçka tjetër. Ai qëndronte aty, edhe unë isha I gatshëm dhe jam të bëja çdo gjë për të. Këtë se kisha ndjer më parë. Nuk e kisha ne thonë në fakt se ti ma tregon këtë gjë, po ka papallar që në përjetimet e tyre që ndajnë është ai momenti I parë që ti nuk e kupton, a e do vërtet këtë qenie, a e do vërtet këtë krijesë që të ka sjell Zoti, a si po ndjesh, është je shok apo do mësosh ta duash rrugës? Shoku është I padiskutueshëm që ka shok në këtë moment, por po, unë e ndjej dashurinë. Edhe është kjo, domethënë një dashuri që është aq e vërtet, aq natyrale, që ti e di që ai është mish nga mishi yt, është gjak nga gjaku yt. Edhe është me të vërtet, domethënë aty fillon loja, mendoj në jetë, kur ti bëhesh prind, edhe ndjeva edhe një gjë tjetër që si thuash misioni u krye. Që është diçka më tepër biologjike, mendoj, po është një ndjesi që ti e ke së brendshmi. Si thuash, detyra jote në këtë botë u krye një farsoj. Patjetër kemi detyra të tjera, punë, profesione, gjithçka tjetër, por kjo është mendoj pjesë shumë e rëndësishme e njerëzit, trashëgimia. Me kë do ta ndaje momentin e parë, me kë e ndave? Me çunat, me çunat me mamin tim, me familjen, dhe isha në shok. Sepse nuk dija si të sillesha, domethënë gëzimi ishte shumë I madh, po ishte aq I madh sa ishte dehës në një farë mënyre. Nuk më bëja as të hidhesha për pjet, as të përqafoja njerëz, domethënë ishte një përjetim edhe intim në të njëjtën kohë, domethënë ishte diçka që unë edhe bashortja ime kishim sjell, ishte produkti ynë I përbashkët. E drejt. Dhe kur shkuash, besoj se shkuat shpejt, meqense se ka qenë një lindje natyrale. Megjithatë atë natë kujtoj që ty të është dashur të shkëputesh shpejt nga ajo mrekulli. Po, është e vërtet. Sepse unë isha opinionist në Big Brother. E kjo ka ndodhur në një të shtunë. Kështu që mendoje, nata është live, fillon orë 9, siç gjithmonë. Dhe 7:20, 7:20 hyra pas djalin, kam dërën aty deri nga ora 8 në qerek, domethënë rreth një orë. Dhe pastaj nisem nga materniteti te Bryli, që I themi, drejt në atë kohë ka qenë tek në Kashar, si thua, ku bëhej, jo aty ku bëhet tani, por ka qenë një ndërtesë tjetër, te Dytësori mbas QTU-s dhe shkoj.
shkoj Arbana është aty, ajo dinte sigurisht se kjo ishte pritja jon prej 9 muajsh edhe ajo tha diçka në spektakël, po, që sot vjenta, nuk e di ishte java e 6 e 7, ishte shkurt dhe thotë që Blendi është bërë baba, domethënë kështu. Po nuk pateni dyshim që po si do iki, unë si do shkëputem nga ky tani, apo fakti që ishte i vogël edhe sa po kishte lindur. Jo, edhe ai po, mjedisi e para ishte gjyshja e tij që ishte aty. E dija që ajo ishte në duar të sigurta, gjithçka shkoi mirë, shkoi mbar. Fëmia ishte i shëndetshëm, nuk ishte ndonjë problematik për të folur. Dhe me të mbaruar spektakli, rreth orës 11:30 kam përshtypjen. Unë nisa prapë të shkova prapë atje. Që ishte një natë e gjatë. E të nesmen mbas dite ne shkuam në shtëpi. Po kthyehet në shtëpi. Dhe si i kujton ato ditët e para në shtëpi? Keni qenë vetëm ju të dy apo keni pas mbështetje? Ishim vetëm ne të dy në shtëpi që jetonim aty dhe tani të tre. Por mami im jetonte shumë pranë, mami Anorës gjithashtu jo fort larg që aty. Kështu që mbaj mend që nënat kanë qenë shumë prezente, patjetër, se do mësosh tani si ta lash. Unë mësova shpejt se si ta mbash, dora, kujdesja me qafën, me këto gjërat e tjera. Dhe ushtua kjo jetë e re, shumë e vogël, në fillim ato nevojat bazike, të pirit, të larit, të këto gjërat. Po ishte është një mësim i ngadalt në çfarë do të thotë që sjellësh një fëmijë. Dhe mendoj që ka shumë njerëz që e tej mendojnë këtë gjën. Sikur do duhet që të kenë lexuar të gjithë librat, të kenë parë të gjithë, po them, këto videot, instruksionet e ekspertët që të flasin për atë. Edhe ne kemi parë, sa video, mbaj mend për shembull amerikanët i lanin lavamanin e kuzhinës, bebet, edhe ne shikonim të gjën që po t'ja tregosh shqiptarëve atë, gjyshja si shtas pak dakord, po. Ç'është kjo? Si u lahet në lavaman bebja? Po mirë se dezinfektohet lavamani, thoshim ne përpara, po shikonim këto mënyrat, po i blem atë vaskën e vogël, shumë gjëra kishim blerë se po e prisnin. Edhe e mbaj mend që ishim edhe pak, si thua, në merak, se një temperaturë, një gjë. Ai u smur, ishte një 2 muajsh, pati kollën e mirë. Ishte i vogël, ishte një kollë violente që e shkunte shumë edhe ishte ai trupi i vogël që kolla pas keni pasur shpejt sfidën e parë. Ndodhi shpejt, por me thënë drejtën mbas kësaj ai ka qenë përgjithsisht e motra është smurë më shumë. Po themi, kurse ai ka qenë relativisht shumë të rrallë, ai ka pasur këto. Edhe Nora ka mbajtur në gji gati 2 vjet. Që mendoj që i bën shumë mirë, se për këtë kemi lexuar. Gjithë ato gjërat që merr fëmia nga benefitet, po deri ditën e fundit, absolutisht. Nuk e zvendçon asgjë nuk e zvendçon në 100% e saj dhe madje nëse mund ta them, kam lexuar diku që se këta studiojnë qumshtin e nënës ende, se ti mund ta replikosh formulën 1 2 3 4 5, po paska edhe ndoshta hormone, nuk e di tani. Po, hormonalisht, po patjetër. Përcjell dashurinë, përcjell kujdesin, që bën fëmijën të ndjejë që më shumë se sa kimia e thjeshtë, ajo e sipërfaqes ka diçka në qumësht. Është lidhja që krijon me nënën, absolutisht. Ashtu sikundër ti e ke bër atë lëkurë me fëmijën? Po. Shumë e rëndësishme në fakt. Që lexuar dikur shumë herët edhe rastësisht, s'isha në proces prindërimi, por kisha lexuar një artikull që fliste për skin hunger, uria e lëkurës. Edhe më bëri përshtypje titulli Skin Hunger, ç'është kjo? Edhe fliste për këtë, fliste për se si fëmijë në botë, cilët nuk ishin prekur mjaftueshëm, përplaseshin me njëri tjetrin në muret e këto gjëra dhe këta psikologët e shpjegonin këtë. Ishte uria e lëkurës, e thoshte se fëmia i vogël duhet prekur me pëllëmbët e duarve, domethënë lëkurë në lëkurë, jo me rroba, po duhet ndjer pranë, duhet mbajtur pranë, sepse ai e ndjen atë edhe temperaturën e pëllëmbës, qoftë babait, qoftë nënës, kështu që e dinim që fëmia duhet prekur, i zhveshur, e ti japësh dashuri përmes të kurës. Ajo transmetohet më lehtë. E keni mbajtur në dhomë, gjatë, në krevat, si ka? E kemi mbajtur çunin, e kemi mbajtur
goxha gjatë. O, çudi. Po, ai kishte shtratin e tij, sepse ishte gjithmonë kjo frika e një rrotullimi natën, ti je mësuar të flesh vetëm ose me një të rritur, po them, edhe nuk e di se kur mund ta zësh nën vete gjithë këto merakje që kanë qenë. Por edhe këtë kam të lexuar, ka qenë një Dr. Bob. Nuk e di, Dr. Bob duhet mos jetë më, se ka qenë i vjetër. Dhe ai thoshte që ishte shumë e bukur. Thoshte që nuk ka vend më të rehatshëm për fëmijën se sa gjiri nënës, edhe të flej pranë nënës, është sa ty e ka edhe kuzhinën, edhe banjën, i ka të gjitha dhe sallonin, edhe është shumë rehat fëmija, aty ndjet i mbrojtur. Kështu që unë edhe Anora e kemi aplikuar këtë me fëmijët, i kemi mbatur në shtrat, të flenë midis nesh, sepse e dinim që kjo u bënte mirë, edhe mendoj se u ka bërë mirë. Ne ka bërë mirë në fakt, edhe pse teoritë ndryshonin vit pas viti, dhe në fakt këto përplasjet e teorisë, sepse për një farë kohë u bë problematike pjesa që ti vije në një shtrat, pastaj e filluan të ndalin më vete, sa më shumë, sa më shpejt, bën më të pavarur, janë disa teori, pastaj sot që flasim kthehemi sërish te teoritë e para, le të themi. Kemi një ndryshim her pas here. Po, nuk e paraqikoj sepse shkenca në vetvete nuk është të diturit definitiv të gjërave, por shkenca është gjithmonë në kërkim, gjithmonë në zbulim. E diçka që tani mendojmë se është e vërtetë dhe këtë mendojmë, ose këto prova kemi, prova shkencore, më vonë mund t'i dhënë poshtë. Edhe ai që është shkencëtar i ndershëm e pranon këtë gjë. Okej, këtë dinim, tani dim këtë gjë tjetër, ndoshta më vonë do mësojmë, por ajo çfarë unë kam vënë re është që të vjetrit, populli ynë, edhe përmes shprehjeve, të mëson shumë gjëra. Më thënë, shumë gjëra që ne dikur, fjala vjen kur para 15 vjetëve, kur kam qenë çun i ri, edhe këto teoritë, po themi që dilën atëherë, thoshin kështu dhe populli e ka gabim. Po. Vjen një kohë pasaj ku thua jo, ne e kishim gabim, populli e kishte mirë. Po, pas ka pasur drejt. Mirë, ka pasur net të gjata pa gjumë, apo ju e keni menaxhuar të dy bashkë në çift? Ka, her pas here, ende, se goca tani është, ai është pothuajse 15, goca është 6.5, dhe temperaturat, për shembull kur ndodhin, e që këto alternimet midis shkon nga njërat e tjera, paracetamoli, tjetra ibuprofeni, se s'po përmendja marka. Unë nuk flas me marka, zakonisht ashtu i kam mësuar, po edhe këto alternimet që duhet kesh, ne vëmë alarm, për shembull. Vëmë alarm çdo 2 orë për ta ndjer, për t'i matur temperaturën, sigurohemi që është okay. Por duhet ta them, më ka qelluar, ndiem shumë e fat për bashorten. Sepse ajo është një nën shumë vigjilente. Por jo më tepër se sa duhet, por eksakt sa duhet. Edhe është ajo që në syri nënës që qëndron zgjuar e gjithë këto gjërat. Jo se unë kthehem nga ana tjetër dhe fle çka ka ndodhur në fakt në net caktuara. Por që ndjem më i sigurt, sepse e di që në shenjat e para të një gjëje që nuk shkon, edhe kur mund të duket krejt banale, ku ti thua që kjo s'është asgjë, ajo ka një instinkt, domethënë që thotë s'më pëlqen kjo kolla. Kjo kolla është si çdo kollë, mund t'i them unë. Jo, kjo kollë është ndryshe. Dashtu del në fund. Po ajo ka gjithmonë të drejtë, edhe po kjo më jep mua sigurinë që kam një roje të jashtëzakonshëm që në momentin e parë, në momentin e duhur, mund t'i paraprit diçka që më vonë pastaj mund të lihet të agravoj. Në momentin që flasim për bashkëpunimin në çift, sidomos tek fëmijët, edhe kur janë vitet e para, unë e kuptoj që gratë pa diskutim që janë të ndërtuara në formë të tilla, që të jenë vigjilente ndaj fëmijëve, ndaj smundjeve, por gjithashtu edhe ndaj të qarës të tyre natën ndryshon çdo gjë. Edhe sikur të jesh një grua me gjumë shumë të rëndë, në momentin që lind fëmia ndryshon çdo gjë. Por megjithatë janë ato momentet e lodhjes dhe thyrjes emocionale për gruan, që normalisht aty është momenti kur bashorti duhet të jetë dhe të mbështes. Keni pasur shpesh të tilla, pra dhe ti ke qenë aty për të thënë që stop. Është momenti që ti shqetësohesh dhe ta marrun në dorë çdo gjë. Po, shiko, ne kemi bashkëndar prindërimin e fëmijëve. Jemi kujdesur të dy. Unë nuk mund bëj mamin, sepse mami është e pa replikueshme, por mund bëj babin. Dhe mendoj që kam për mirë. Ankesa nuk kam në ky departament, dhe fatmirësi për shembull ajo nuk ka kaluar në postpartum, që gjithashtu është i zakonshëm edhe
një gjë normale, po themi gati, por nuk kemi patur ato pikjatat e thella, ato dëshpërimet, por lodhje patjetër. Lodhje të netët pa gjumë që i përmendëm, ai momenti që sepse vjen një moshë për shembull, është ajo shpreha e famshme që kam dy kohë të preferuara, kohë me fëmijët dhe kohë pa fëmijët. Edhe ndonjëherë, sidomos çiftet e reja, edhe ne kur kemi qenë më të rinj, kemi pasur bekimin e madh që gjyshet të jenë pranë. Ku ti mund t'i lësh një natë, edhe të mundesh të dalësh, të hash një darkë, të qëndrosh vetëm, po themi, intimiteti është i rëndësishëm në një çift, edhe kur janë të vegjël nuk është problem. Kur rriten pastaj bëhet pak më vështirë, por që është i nevojshëm, edhe është e rekomandueshme që të gjesh. Prandaj nuk ka të paguar mbështetja e familjes. Kur ti ke nevojë për pak hapësirë për të ndënjur ti me burrin tënd apo unë me gruan time, për qenë prap ne, një çift, sepse në fund fare çifti është çifti, fëmijët rriten, janë një bekim, por do të largohen. E ne prap do të mbesim bashkë me shpresë Zotit dhe duhet që ta ruash të marrëdhënien. Edhe ka ca detyra, ka ca punë, mirëmbajtjeje, po e quaj që marrëdhënia të vijojë të jetë e mirë, e bukur. A e mori pushim Alora në momentin që lindi? Po, mori edhe po. Një periudhë gjatë, nuk e mbaj mend se sa, po ka qenë me muaj të tërë. Ku ajo ishte në shtëpi edhe e stimulove ti për këtë gjë që duhet të qëndrojë në shtëpi, pra, do të thënë. Ishte gjithmonë zgjedhja e saj. Okej. Ishte zgjedhja e saj që të qëndronte me fëmijët, bënte këto shëtitjet. Paraditet me diell. Unë dikur punoja, isha shumë pranë me digën e liçenit, kështu që ajo më merrte në telefon. Po. Mund të ishte bashkë me mamin tim dhe me çunin në karrocë, edhe unë dilja ngjisja digën me vrap, shkoja takoja, rria disa minuta me to, kthesha prapë në zyrë. Për atë, por që ajo shijonte edhe se po flisim para pak ditësh kështu. Me thënë drejtën, sikur të ishim pak më të pasur, ndoshta, nuk e di, do ta bënim prap. E kemi shijuar të dyja herët me të dy fëmijët, do ta bënim prap. E prap koha merr atë koston e vet edhe ti nuk ke më të njëjtat energji, e tjetër fuqi, jemi një brez tjedi vetë, të ndarë midis kujdesit që duhet kemi për prindrit, 100 gjërave që janë të punës dhe fëmijët nga ana tjetër. Prandaj quajnë brezi sanduiç këtë tonin. Është një kohë ku ti duhet prodhosh, është koha për të punuar fort, por s'ka punë më të rëndësishme, them se të rrisësh prindërimi dhe të rrisësh fëmijën tënd. A ka pasur nga ato ne duke e lidhur edhe me besimin tënd, që sepse frika është e madhe, pa diskutim, dhe lodhja po ashtu. Dhe ka pasur nga ato ne që ti nuk harroje asnjëherë, thoje vetëm vetëm fëmijët më ruaj, Zot. Nuk dua asnjë gjë tjetër. Patjetër, po këtë e kam ende them. E mendoj që është një moto e çdo prindi, pavarësisht nëse është apo jo besimtar. E ndjen atë gjën. Makthi më i madh i një prindi është të humbasi fëmijën. Nuk ka mendoj në këtë botë asnjë gjë tjetër që është më e frikshme, më e vështirë. Kam parë njerëz që u kanë ndodhur, edhe ti nuk di, edhe nuk gjen fjalë se ç'do i thuash dikujt që ka humbur një fëmijë për shembull. Është prishta i rendi i zakonshëm. Fëmijët duhet varrosin prindrit, e jo anasjellës. Se fatkeqësisht është realitet që ndodh, por patjetër kjo një pra lutjet që fëmijët jenë të shëndetshëm, fëmijët jenë të sigurt, por edhe gjë tjetër, shumë të bekuar kemi qenë që nuk kemi patur probleme me fëmijët në kuptimin e smundjeve apo sindromave apo gjërave, nevojave speciale, dhe puna e ka sjellë që unë të njoh shumë nga prindrit që nuk kanë qenë aq me fat, edhe e kam menduar se gjithmonë me empati ti e vë veten në vendin e tjetrit dhe thua, po sikur fëmia im kishte lindur me një nevojë speciale, me diçka veçantë. E unë do të kisha bërë, jam i sigurt, të njëjtën gjë që kanë bërë ata, se nuk i shmangesh dot kësaj përgjegjësie dhe kësaj dashurie të madhe, sido që fëmia të vi. Por kam kuptuar që është shumë e mundimshme,
njerëz që janë detyruar të lënë karrierat e tyre, të ndryshoj komplet stili i jetesës, e gjithçka që kanë bërë deri atëherë për tu përshtatur me një realitet. Edhe kanë simpatinë time, kanë adhurimin tim për këtë lloj heroizmi, po e quaj, që jeta ndonjëherë ta kërkon. E nga ana tjetër unë kam qenë mirënjohës që nuk ka qenë kryqi im për të mbartur, nuk ka qenë sfida ime, sepse do ishte diçka fort e vështirë, por ata e dalin edhe të buzëqeshin, e di që ka lodhje, ka depresion, ka momente të sfilitse, por ti do bësh detyrën, është detyra e prindit. Dhe kur më përmend këtë gjë, normalisht kjo frikë nis që prej le të themi ngjizjes së fëmijës, dhe ti fillon dhe mendon a do jetë gjithçka okay. Në ekon e radhës fillon edhe friksohesh më tepër, çfarë do të thotë doktori kësaj radhe. Keni pasur ju për ballje të tilla, le të themi në Po, kemi patur. Kur bëm një test, tani sepse edhe kohë ka kaluar. Ka shumë kohë, po. Nuk e di, quhet trizomia apo ja futa kot. Okay. Dhe dilte se Briani mund të kishte sindromën Edwards. Okay. Që ishte sindrom shumë e rrallë, edhe na dilte që gjasat për të ishin 1 në 100 në një test që bëm, kur duhet ishin 1 në 10.000. Okay. Pra ishin shumë të larta. Mbaj mend që Anora u mërzit shumë, e qante, kjo ishte muaj përpara se të vinte lindja, e mbaj mend ka qenë kohë vere. Ka qenë fillimi. Ndërsa i ka lindur në shkurt, pastaj e bëm prap testin, e bëm 3 herë. Dhe 2 herë që e bëm në Shqipëri na dilte keq. Nuk e di se ishte faji i laboratorit apo diçka tjetër. Pastaj e bëm në Itali. Domethënë shkuan analizat në Itali, edhe na erdhi lajmi mirë. Por ishte një moment reflektimi, e mbaj mend që duhet i qëndroja pranë, sepse ishte shtatzania e saj e para, ishte vajzë e re, domethënë. Kishte thurë rëndra për atë. Patjetër, edhe kjo ishte një sindrom me shumë probleme, me shumë sakrifica, por që gjithçka shkoi mirë. Domethënë se ai alarmi. Pra e ke pasur le të themi si një përballje e cila le të themi të bëri akoma më shumë mirënjohës për atë çfarë të erdhi më pas. Pra. Sepse ti e mendon që kur vjen analizat tonë që nuk të ka dalë mirë, e di. Nuk ju ka dalë mirë, ti mendon po tani. Si do jetë, domethënë, edhe sigurisht që ato ti e përmende, ëndrat që ti ke thurur edhe gjërat, më merr një kthes të papritur aty, por sepse do i përshtatesh komplet një gjë tjetër. Unë thosha që shiko, se mundosh të jepja zemër, 1 në 100, domethënë 99 herë është okay, 1 herë, po thonë 1 në 100, 1 në 100 është shumë keq. Do të jetë 1 në 10.000, më kupton? Kështu që shifrat ishin kokforta aty, po prapë mundohesha të kapesha tek ajo, optimisti. Është shumë e rëndësishme. Që unë jam, edhe të jepja zemër, se ç'mund të thosha. S'kishe formë tjetër. Por që Zoti e deshi dhe ajo ishte diçka që zgjati, kam përshtypjen rreth 1 javë, diçka e tillë, domethënë gjithë ky cikli, derisa morëm atë konfirmimin që gjithçka është okay, edhe nuk ka shanse, domethënë të larta për të pasur një gjë. Për të pasur një gjë të tillë. Dhe me Brian keni qëndruar 8 vjet, 8 vjet. Përpara se të fillon mendonit për një fëmijë të dytë dhe ka qenë kërkesë e Brian? Ka qenë po. Briani filloi të kërkonte një vlla. Sepse kushërinjtë e tij ishin 2. Edhe është kjo gjë që edhe unë, sepse është e njëjta histori me mua dhe ti me motër. Edhe ne kemi 8 vjet diferencë, siç kanë fëmijët e mi. Edhe unë kërkoja një vlla, se kur i rat mosh, kështu do një shok. Jo domosdoshmërisht një motër, por e Briani po thoshte dua vetëm unë jam vetëm, shiko, ata janë të dy, ka se me këtë ri, ka se me këtë luaj, dua. Po mirë, tham, me që do, edhe ne deshëm, edhe nuk është se kishim vendosur që mos bënim fëmijë tjetër. Okay. Edhe gjithmonë sikur e dinim, edhe pse nuk kemi ulur për të folur formalisht për këtë, që një është pak.
dhe nuk ishte mjaft për. Po ndërkohë po e shijonit me. Ndërkohë po e shijonin, ishim përkushtuar ndaj tij. Kishit mundësi edhe të lëvizni, të kishit edhe jetën tuaj një Është vërtet, është dhe kjo që sepse vitet ikin shumë shpejt. Ti nuk e kupton që vjen prap Krishtlindja, kjo xhiron. Kështu edhe thua, një sekondë, sa u bë? E kupton edhe kur do e bëjmë atë tjetrin ne. Dëgjova që mosha optimale sipas shkencës tani për tani se mund të ndryshoj prap, ishte që ose të paktën në kushtet e jetës moderne 4 vjet. Po. Diferencë thoshin është një diferencë e mirë midis dy fëmijëve. Ka ca që i kanë bërë, unë kam dëgjuar edhe në harkun e një viti. Domethënë me goditje të 11 muaj diferencë. Bam, po. Por neve ata kanë 8 vjet e pak diferencë midis njëri tjetrit. E kur ai e sollë motrën në shtëpi, ajo ishte ndryshe. Motra ishte me flok shumë, kur erdhi atje më e madhe dhe në lindje me peshë, me të gjitha. Dhe patjetër që ajo pastaj mori vëmendje. Ky ishte në klasë të dytë. Ishte më i rritur, më i fortë, kishte nevojë për më pak kujdes, patjetër. Do të kujdeseshim, por ai mua miku dashuria. E tha. Ai do shumë. Pra nuk ka rëndësi, është 3 vjeç, është 4 vjeç, është 5 vjeç, është 6, është 8 vjeç, mund të jetë 15, do e thotë gjithmonë fëmia i parë këtë gjë. E tha këtë. Ai do shumë, është shumë protektiv, më pëlqen që është shumë mbrojtës ndaj motrës. Ti e shikon për shembull kaloj te vizat e bardha, që ai e merr për dorë dhe ja kaput domethënë kështu. Lera, kujdes. Këtë atë tjetrën që më vjen mirë ta ashtu, ta shoh, por kur ishte edhe i vogël edhe tha, po unë se dija tha që do ishte kështu, ju do merresh me këtë. E unë i them, "Më bab, se ajo është një bebe, ajo ka nevojë dhe është kështu që patjetër është tjetër kujdes atje. Po me mua kush do luaj, po me mua siç bëjnë fëmijët." Por dhe si ja bët, për ta ndarë le të themi, sepse e di që është e vështirë në atë moment, sepse është edhe në një fazë rritje që mund të ndikojë emocionalisht në rritje, në karakter ndoshta jo sepse është formuar tashmë, por prap mund të ndikojë, ta lëndojë, edhe vëmendja sigurisht që. Po, ndoshta ishte mësuar keq në kuptimin e të qenit një fëmijë vetëm, ku e gjithë vëmendja jon shkonte tek ai, gjithçka që ne mund të bënim për të, ne e bënim për të. Kemi kaluar shumë kohë me të, e kemi dashur dhe duam pafundësisht. Por kaloj mirë. Mendoj që është thjesht një fazë ku fëmia e ndjen që tani kjo vëmendje duhet ndarë dhe tani kaq orë ka dita. Por një gjë që kemi bërë është që unë kam dojtur për shumë e kam marrë unë, kam det me çunin, e kam zjerë, sepse nëna duhet të rri më pranë foshnjës edhe shiko, s'ka asnjë gjë si nëna, kurse unë mund ta merja, mund ta çajm kinema, mund të dilim nga liçeni, mund të bënim 1, 2, 3, 4, 5 aktivitete bashkë, ktheheshim pastaj gjenim gocat, se këtu jemi ne çunat dhe gocat në shtëpi edhe pastaj ishte edhe kjo koha e përbashkët. Je bër manekini saj për tualet? Jam bërë, në disa raste. Ka pas raste se ti e di, unë çohem herët, puna e doj që çohem herët për emisionin, edhe vjen edhe unë i pres. Gjithmonë pas dite, ajo i me shoqë i përcjell, i ushqen, i çon te furgoni, tani që është duhet edhe ti të çosh nga gjumi, domethënë kështu se prandaj i bëjmë që të flen herët në mënyrë që të mund të çohen në mëngjes, fëmijëve u pëlqen që të flejnë. E unë s'kam qenë aty asnjëherë për gjithë këtë periudhë, se gjithmonë kam pas emisionin e mëngjesit, por ardhja e tyre që ndodh diku nga ora 4 mbasdite, jam unë që i pres, Anora është ende në punë. Kështu që unë duhet i ushqej në atë moment, mua më vjen dorë që të gatuaj, kam më shumë kohë të lirë gjatë ditës, edhe u bëj gjëra që ata u pëlqejnë, ose mund të jetë gatitur gjella, por i ushqej dhe merre me ta derisa të vi mami, edhe pasi vjen mami, se aty jemi, do rrotullohemi në shtëpi. Por ka ndodhur për shembull që jam i lodhur, se po të kisha mundësi të flija gjumë dreke do flija gjithmonë, edhe shtrihem divan dhe ndonjëherë më kapit gjumi kështu. Edhe i them ti mundesh të më bësh grim, po të duash. Babi, ti po ma bësh shtriri, them unë edhe më bësh shtriri, unë do i mbyll sytë, ti mund të më bësh grim, po. Po ka pasur raste vetëm kur kam parë veten pasqyr, pastaj se ti se kupton sa i grimuar je. Po është mirë se ashtu nuk ke nevojë të bësh ndonjë gjë, vetëm rri shtrir, domethënë, edhe e lë të grimoj. Po lexoj disa ditë më parë,
diçka për vajzat. Dhe në atë letër shkruaj që vajzat janë versioni i babait. Po, versioni femëror I babait. A është kështu? Deri diku, se kjo nuk është gjithmonë ashtu, nuk janë të skalitura në gur, po ka, patjetër, të dy janë ta kanë nga unë. Ajo mua më pëlqen sepse është kokfort, është e vendosur. Ajo është shumë feminuça, po thosha unë, por në cilin kuptim? Në kuptimin i pëlqen shumë të vishet. Frikshëm. Dhe tani që është 6:30, por edhe kur ishte 3. Edhe përpara, po. Dhe di çfarë shkon me çfarë. Ishte problemi i madh për shkak se them hajde dalim, për shkak dje mbas dite. Dolëm, bëm një xhiro, na pëlqen dalim xhiro në qytet. Po. Se ka dyqane, ka kafene, ka gjëra, mund të vish vërdall. Tërheq vëmendjen. Në mbrëmje. Edhe ecën. Edhe thash, hajde bëjmë gati, dalim bashkë. Okej, tha të dalim. Shkon në dhomë që të marrë ato rrobat. Edhe unë jam munduar ndonjëherë ta vesh shpejt ose këshillohem anorën çati vesh, çati e marrin telefon. Ajo thot, kjo nuk shkon me këtë. Këto këpucë nuk vishen me ato. Kjo ngjyrë me atë ngjyrë që as unë si di, si mashkull në këtë moshë, se çfarë kombinohet, ajo ka një dhe e bukur është që ka të drejtë. Nuk është se po ja fut kot, ka të drejtë, vetëm se ndonjëherë për shembull kur nuk ka të drejtë, se unë e di që s'ka të drejtë është që do të veshi rroba të verës në dimër. Okej. Marr këtë mini fundin, dua të marr e them ose ka këto crop topet që kanë dalë tash. E para punës ti nuk del me atë në qytet. Nuk ka shanse. Ajo është për në plazh. Kur shkojmë në plazh mund veshësh atë, po jo rrugëve. Dhe pastaj kur është dimër, do ca rroba që janë të korrikut, fjala vjen, dhe i them jo, se këto. Je babi fanatik? Mendoj se do jem. Shiko, ka ca gjëra që i kam parë te vajzat të tjera, jo të mia, që janë më të rritura. E them stomaku jashtë. Se duhet. Po nuk e jam shumë i sinqert. Jo, faleminderit që jesi, po prandaj po të pyes pse çfarë problemi ka. E vura re këtë verë për shembull, edhe vajza të rritura, plas. Po, me 25 vjeçë, 30 vjeçë. Po. Ishte se i shifja në trotuar, dalin përballë, domethënë një jelek, kështu e mbërthyer, kërtiza. Duket shumë, më duket e panevojshme. Nuk jam tek ata që më provokove, më kupton edhe e meritonte atë fjalën, absolutisht jo. Por them duket si pak e egzageruar, sa gjëra janë më se çdo gjë ka vendin e vet. Fjala vjen, unë nuk shkoj në plazh me kostum me kravat. Shkoj në plazh me rrobe banjo. Po në punë nuk shkoj me rrobe banjo. Patjetër. Më kupton, pra çdo gjë sipas vendit, edhe thua tani pse po ma tregon stomakun në mes të ditës, në mes të qytetit, në mes të kësaj, ndoshta jam pak konservator te kjo pjesa, s'është se më pëlqen e bukura, e çdo gjë tjetër, por ka vendin e saj. Nuk janë kohëm askujt në plazh pse ka dalë me rroba banjo. Më kupton? Sigurisht. Edhe ka edhe që dalin edhe më pak se sa një element i rrobat e banjës. Është punë e tyre, po është plazhi, e pranon vendi, është okay. Kurse kur kërkon vëmendje në mënyrë të tillë, duket se nuk dua të them që është dëshpërim, se nuk mendoj se është, po thjesht më duket ndonjëherë e pa duhur. E panevojshme. Me e vështirë është të rrisësh sot vajzë apo djalë, sipas këndvështrimit tonë? Mendoj që momentalisht është më vështirë të rrisësh djalë. Momentalisht. Kjo mund të ndryshojë, shpresoj të ndryshojë. Por e kam theksuar këtë edhe në disa raste tjera kur kam pasur mundësinë të flas, mendoj që çunat janë në një moment shumë delikat. Të gjithë shifrat e tregojnë. Notat në shkolla të çunave janë shumë më të dobta se të gocave. Diplomimet nga universitetet të çunave janë shumë më të dobta se të gocave. Gocat gjithmonë mund të zgjedhin. Natyra e ka bërë kështu në jetë, mund të zgjedhin partnerin e tyre. Çunat e kanë më të vështirë, janë ata që duhet të zgjidhen, edhe për këtë duhet të jenë të bukur, e duhet të jenë të pasur, e duhet të jenë të vëmendshëm, të kujdesshëm, të ndjeshëm, të fortë. Domethënë kanë kaq shumë elemente që kërkohen ndaj një mashkulli sot, sa që ti e shikon që çunat e rinj, edhe flas për adoleshentët, mosha 13, 14, 15, po edhe 21, 22, 23,
janë para një presioni shumë të madh. Kur nuk vinë nga familje të pasura, e të kamura, kur nuk janë bekuar me bukuri që vajzat t'i ndjekin nga pas. Çfarë është një garë shumë e egër. Edhe ndihen sikur nuk janë mjaftueshëm. Sikur nuk janë mjaftueshëm, sikur duhet bëjnë diçka, janë shumë të vetmuar, edhe pse mund të kenë 1, 2, 3 shok që ti mendon, nuk flasin për gjëra se është kështu, është ky edukimi i mashkullit toksik, që duhet të jesh i fortë, duhet të kesh makinën e shtrenjtë, duhet të kesh këto rrobat me këto markat, dhe gjithë këto gënjeshtra, mund t'i quaj, se çfarë e bën një burr, dhe ti shikon, e dëgjon lajmet, jo thikat, jo dhuna, jo bullizimi, po mendohet ti jesh një djalë që studion, që të pëlqen të lexosh, po që ke edhe puçra në fytyrë, edhe që vajzat nuk e preferojnë, se s'është bukuroshi i klasës apo ku di unë ai çuni babit që bën party në shtëpi, se ka vilën, ka pishinën, ka këto gjërat. Edhe ka një izolim, edhe ti drejtohesh tek interneti, e të dalin pastaj këta tipat që të mësojnë gjithë gjërat e gabuara, se çfarë do të thënë ti je burr, çfarë do të thotë të kujdesesh për tjetrin, të trajtosh një grua. Kush është ai? Është ai Tullaci, se harroj emrin tani, më mirë ndoshta, që thotë që Tateja. Po, Tate. Po. Andrew Tate. Ai thotë ku diun tash, mbas 22 vjeçë një gocë është e plakur, nuk ashtu. Do më tregosh sa burr jem, tregom me sa femra ke shkuar. Unë thot ai me 300 kaqe, ku diun se çfarë. Domethënë këto janë. Kanë bërë që adoleshentët e hershëm e shohin shumë. Po. Ata, edhe do të sepse edhe mundohen ta imitojnë, mundohen ta dhe këtu mungon sepse edhe prindrit janë të lodhur, edhe ndoshta edhe nuk dinë mjaftueshëm se si ti duhet kalosh kohë me birin tënd. Edhe ti mësosh edhe përmes shembullit, po edhe ta pyesësh se si është. Po si është vërtet, domethënë çfarë po kalon, ato emocionet, domethënë se meshkujt i ndrydhin shumë shpesh, ato gjërat që ndjejnë, pasiguritë që kanë. Është shumë botë e pasigurt për një çun, me gjithë këto kërkesat e me gjithë dëshirën natyrale për të pasur vëmendjen e një vajze ose vëmendjen e vajzave, pra që ti jesh dikushi, kur ti ndjen sikur nuk i përmbush këto gjëra, pastaj drejtohesh te këto, edhe fillon transformohesh, edhe mund të ndodhi që një shtëpi ti shikon se si çuni ka ndryshuar, e tani po sillet ndryshe. Nuk e di, unë i shoh për shembull të gjithë të qethur njësoj, të gjithë me të njëjtin fjalor, me të njëjtat veshje, domethënë janë si replika të njëri tjetrit, pa shumë originalitet. Thotë, mua më shkojnë të gjata, jo. Duhet fade, duhet kjo hoodie, duhet jetë gri, duhet të ngjash këtij repisti apo këtij aktori apo ku diun se çfarë, e të kesh këtë, edhe kjo është përgjegjësi e brezit ton. Se edhe mediave, edhe e shkollës, e gjithë këtyre gjërave, duhet shumë për të arritur një fëmijë, që ti tregosh që ka një rrugë tjetër, që nuk ka vetëm, domethënë paraja e shpejt, zakonisht çon on burg on varr. Këto janë opsionet. Pastaj janë shumë të rrallë ata, por nuk ka, siç thon, mafios të plakur. Mafiosët vdesin të rinj. Gangsterët vdesin të rinj. Edhe ti shikon dhe TikTokun, edhe se këta janë burra të rritur që palaçolliqe, domethënë me njëri tjetrin që shahen, që bëhen, që japin një shembull shumë të rëndomt, janë dhe ignorant, edhe nuk e njohin botën, edhe është fatkeqësi pasaj që biri yt të dojtë t'ju ngjaj këtyre. Kur këta janë rryla, siç e kuptoj shumë mirë atë. Me djalin të është dashur të bësh një bisedë. Pra e ke parë nevojshme, apo është diçka që ti e bën në mënyrë të vazhdueshme, që ta kesh në kontroll, le të themi situatën. Unë jam ndjer, edhe them këtë me shumë mirënjohje, jam me shumë fat me çunin, që ai nuk ka shprehur ndonjëherë dëshira materiale. Për shembull, sepse po ti kishte, ndoshta edhe do t'ja kisha plotësuar disa. Nuk jam i përsosur. Disiplina është një gjë shumë e mirë, po shumë e vështirë. Merr më shumë energji të thuash jo. Sesa thuash po, merre celularin, merre këtë, shko futu në dhomë, bëj çat dush, më lër mua të shplodhem se dua të shtrij kockat. Është e kuptueshme. Por ai nuk më ka kërkuar këto. Unë jam kujdesur që ai të ketë edukimin më të mirë që e kam fjalën për arsimin që mundet ti siguroj unë me të ardhurat që kam.
kam sakrifikuar, nuk kam mbajtur makinat e fundit, nuk kam mbajtur, më thënë, e kam, si thua, nga ana materiale, i kam investuar tek fëmijët. Fokusi është diku Patjetër, tjetër. mund kisha një makinë që kushtonte 2 fish ose 3 fish asaj që ngas, por më është dashur të paguaj shkollën për të dy fëmijët, sepse si për gocën edhe për çunin, kjo ka qenë një vendim që nëse për çunin jemi shtrënguar dhe ja kemi bër, do bëjmë njëjtën gjë edhe për gocën. Nuk për të dy absolutisht. Do ishte shumë e padrejtë, ose ne do ndjenim sikur kjo mund të shkojë në një shkollë më pak të mirë, se s'ka problem se çuni e bën për jo. Kështu që ajo është kërkuese, ajo do rroba, kputce, gjëra, kurse ai s'mi ka kërkuar asnjëherë. Ne e kemi veshur atë tek sepse ka dhënë gjë për shembull, që rrobat e fëmijëve përdoren shumë pak. Se mos kur janë vegjël, ata rriten shumë shpejt. 3 muaj, 4 muaj trupi i një fëmie ndryshon. E ti të shpenzosh për marka luksi për një fëmijë që në 4 muaj nuk do ta nxjerr më ajo bluza apo ato pantallonat, mua më zhdukur e kot. Domethënë ka opsione më ekonomike, po aq të mira se në aq pak kohë sa përdoren ato, madje ua kemi dhënë pasaj kushërinjve më të vegjël etj, nuk i kemi çuar dëm asnjëherë, por nuk kemi shpenzuar me atë për të zvendësuar, ku di unë, mungesë të kohës së kaluar apo për të plotësuar kërkesa që janë të parësyeshme në fund fare, sepse për një prind detyra e prindit kjo është pastaj të udhëzojë fëmijën. Po ka dhe kufizim, se mund të duash, po edhe s'ke, më kupton se ke, kështu që ne mendojmë gjithmonë unë ose edhe si familje, kjo është filozofia. Ne mendojmë për ata që kanë më pak. Në kuptimin që kemi qenë bekuar, ne nuk kemi vuajtur për asgjë që na është dashur. Por ka njerëz që kanë më pak, ka njerëz që kanë rroga më të ulta, edhe që kullandrisen me më pak se aq, por edhe ata rrisin fëmijë të shëndetshëm, të plotë, të mirë. E ti kupton që, nuk që ka nevojshme domosdoshmërisht ta kesh rrogën kaq apo kaq, që ti sigurosh një fëmijë. Ka një mënyrë prindërimi që e bën të mundur atë. Por, se këto do ta mbyll me këtë për Brianin, nëse unë do të merrja rrobat e Timeti, dhe do i thosha vishja, dhe tani i bëjnë, se kanë të njëjtin trup e gjatësi, ai do dilte. Domethënë ka qenë aq në atë botën e vet, saqë nuk di ai që nuk i di ai asnjë lloj atletesh, asnjë lloj xhinsesh, domethënë ai mund t'i di se di shumë gjëra, por nuk më ka thënë mua dua një bluzë që lexon këtë apo që është e kësaj marke apo përshtypje të gjërat. Nuk është se ndikohet. Dhe më përmendë pak më parë teknologjinë, telefonin. Kur ka qenë era parë që ja ke dhënë? Telefonin ai ka një telefon tani, nuk mendoj që është bër viti. Kështu që ka qenë 14. Telefonin ai e përdor, e kemi marrë sepse tani ai mund të dali vetëm ose me shokët. Se më përpara, jo se s'kemi dashur, po Tirana është e rrezikshme. Në kuptimin e trafikut, e kam fjalën, të makinave, të kalimit të rrugës, ajo lagjet nuk janë të bëra për fëmijësh, qyteti shumë armiqësor me fëmijët. Dhe ne kemi shoqëruar atë, kemi çuar, kemi marrë, kemi ashtu. Dhe tani ai është në një moshë që mund të dali vetëm, është mjaftueshëm i rritur dhe ne kemi pasur vetëm dëshirën që nëse e telefonojmë, ta dim ku është. Të mund na përgjigjet se jemi prindër meraklin, kështu jemi pas prindrit tan, dhe kemi trashëguar. Po është normale në fund fare, nuk kanë. Na rri mendja, domethënë edhe duam që kjo ka qenë qëllimi, se në shkollë nuk i lejohet për shkakun që ta mbajnë gjatë ditës telefonin, por që ne të kemi një linjë kontakti me të dhe ti themi a je mirë, ku je, ktheu në shtëpi e gjëra të tilla. Po si ja ke dalë, sepse shokët e tij besoj e kanë marrën përpara telefonin. Po ai ka patur laptopin. Sepse e kërkon dhe shkolla. Është edhe pjesë e detyrave. Dhe është një problem. Mendoj që është një problem. Unë mendoj që ai kalon më shumë kohë se ç'duhet. Është një betejë, kështu që nuk është gjithçka roz në shtëpinë tonë, se i kemi ngritur dhe zërin për punën e laptopit, për shumë kohë të kaluar atje, për mungesë leximi, për shkak se futet është në Minecraft, është në çfarë janë këto platforma Robloxi që prindrit mendoj duhet bësh një episod vetëm për Robloxin. Sepse është shumë për të është një vend jo i sigurt për fëmijët. Edhe më thotë, ne po ndërtojmë të botë, kam këtë shokun që është nga Brazili, këtë shokun që është nga kështu gjërash, dhe unë praktikisht e di se çfarë po bën ai, se i pëlqen kjo ndërtimi këtyre me Minecraft e me këto. Marrëdhënia jote me Zotin nuk është, le të themi, tradit
familjare, besoj, është një zgjedhje personale. Jo, nuk është traditë familjare. Është marrëdhënia ime me Zotin. Nuk e kam trashëguar as nga babi, as nga mami. Por e mbaj mend, duhet kem qenë klas 5, ndoshta pak më i vogël. Edhe kam qenë në një orë të biologjisë ndoshta. E s'mbaj mend eksakt se si, por ajo që ndodhi është që e pyeta mësuesen çfarë ndodh mbas vdekjes. Edhe më tha, ç'ta asgjë s'ndodh. S'ka më tha asgjë, mbaron filmi me këto fjalë. Po çfarë ka, çfarë shikon, asgjë është errësirë. Është errësirë dhe s'ka as ndjesi, asgjë. Është si para se të lindje, tha, që nuk ishe dhe nuk do jesh. Dhe ajo që unë isha fëmijë që jam rritur me gjyshrit në shtëpi. Dhe ata mendova të parën. Po gjyshi me nënën, thash, që më duan më, domethënë ishte thash ajo dashuri e marr si fëmijë, ai kujdesi prindëror edhe i gjyshërve, hallat, xhajat, dajat, shokët, ç'a ndodh me këtë? Me këtë gjën që ne kemi, me këtë ndjesinë, energjinë njerëzore, si shuhet dhe më duk shumë e padrejtë. Më duk krejtësisht e padrejtë, thash, kjo s'është okay. Domethënë kjo pjesë nuk është okay, por e besova. E besova sepse kjo ishte. Edhe si thua, u gëlltita me atë gjën, edhe s'më rrinte, po mbaj mend që kam qenë, kishte marrë më punonte në ish kombinatin e autotraktorëve, një ditë me vete, më merrte her pas here në punë rrallë, por më merrte. Dhe po prisnim autobusin, se autobusi shkonte deri atje, rrotulloi dhe zbriste prapë për në Tiranë, në Shkozë. Dhe ishim tek kutia e dezhurnit, ishte një zyrë e vogël aty te porta e kombinatit dhe hap një sirtar të një mobilje të vjetër që ishte aty, se binte shi, prandaj po rrinim aty brenda. Dhe gjej një fletushk të vogël që thoshte udha e shpëtimit. Edhe ishte, ajo mund të kishte një 15-20 flet gjithsej, po aty me vargje biblike shpjegohej ardhja e Jezusit në tokë, shpëtimi i mëkateve, jeta e përjetshme, gjithë këto gjërat. Edhe unë thash, yes, me vete thash. Paska domethënë nuk qeka errësirë si sot zysha. Kjo duhet të ketë qenë 2 vjet midis asaj ngjarje të parë dhe kësaj tjetrës. Edhe aty ishte një gjë që pash që, okay, ka një histori që tregon se njeriu mundet ndoshta të jetojë edhe mbas vdekjes. Po unë isha shumë i hapur, isha shumë i dëshiruar që kjo të ishte e vërtetë. Sepse në shpirtin tim ndjeja që ajo fikja e dritave totale përgjithmonë nuk më duke sikur qëndronte. Dhe kjo ka qenë hapi i parë. E pastaj kjo më ka bërë kurreshtar për të mësuar më shumë. Edhe pjesa tjetër është histori pastaj, se ti futesh në këtë çështjen e besimit dhe takon njerëz cilët po ashtu besojnë dhe është një rrugtim. Unë nuk jam një fetar fanatik në kuptimin e parë të fjalës. Nuk mendoj që besimi të heq ndonjë gjë nga kënaqësitë e kësaj jete, përkundrazi. Mendoj që të kesh besim pavarësisht nëse je i krishter apo nuk kam asnjë paragjykim ndaj dikujt që beson në diçka tjetër apo tek filozofia, po për të jetuar një jetë të plot, kjo është një nga kolonat. E të pasurit të një filozofie jete, të një jetë shpirtërore, nëse mund ta përmbledh kështu. Një njeri që jeton një jetë jo shpirtërore, që e vë veten në nivel me lopën, kaun, me gjithë kafshët e tjera dhe thot unë dua të ha, dua të përmbush vetëm nevojat e dëshirat e trupit tim, të vishem bukur, po vrava, punë e madhe se vrava, se çdo më gjej mua, të gjithë do ikim, asgjë s'mbahet mend. Mendoj që ajo e kthen njeriu në kafsh, edhe në qoftë një kafshë e parfumuar, prapë është ashtu. Kemi nevojë për botë shpirtërore, kjo e bën, jep qëllim, jep kuptim edhe gjërave fizike. Çfarë të ka dhënë besimi në ato momente që nuk e pasur një përgjigje për diçka? Shiko, të ka munguar përgjigja. Patjetër, Zoti nuk është në dispozicionin tim. Po mendoj që Zoti nuk është asnjëherë vonë. Zoti e përgjigjen në kohën e duhur. Ti mund të jesh duke kërkuar diçka, por koha s'është e duhura. Edhe ti mund të frustrohesh nga kjo, Zot, unë besoj pse s'po ma kthen përgjigje, pse s'po ma përmbush këtë gjën.
Ki parasysh për shembull që ata kishin parashikuar lindjen e Jezusit shekuj para se të lindte. Dhe ata mendonin që po vjen sot nesër mbas një muaji, ja një vit e gjysmë po do vi, sepse ka premtuar Zoti, e ka thënë profeti Isaia, e ka thënë ky. Do të deshin qindra vjet derisa ai të vinte në kohën e duhur. Kështu që unë mendoj që nuk duhet ta humbasësh shpresën. Edhe shpresa është Zoti vet, domethënë në kuptimin që edhe në Bibël e thotë që ai shpresa jon, edhe e shpresa ka emër. Edhe quhet Jezus. Kështu që ti mendon edhe kur je i lodhur, i rropatur, i frustruar, sepse jeta e një besimtari nuk është fush me lule. Shiu bie mbi të mirët dhe mbi të këqijt. Domethënë nuk ka një trajtim preferencial që ti thuash dikujt që hajde në kishë do bëhesh i pasur ose hajde në kishë se hallet do mbarojnë, e sëmundjet nuk do bien më mbi ty etj etj. Jo, ti përballesh me këto gjërat, por ti ke shpresë, ke një mbështetje. Edhe kjo mendoj që ndihmon shumë, ndihmon jashtëzakonisht shumë. Të qëndrosh në besim për djalin e adoleshencë, për vajzën ndoshta është pak më e thjeshtë, sepse sapo nuk është, le të themi, sërish do të ketë sfidat e veta mbrapa, por si është për ty ta ndash të gjën mes djalit edhe pra për ta mbajtur fort, le të themi, në Un kam dashur që t'i jap atij liri. Nuk kam besuar në besim të imponuar. Madje mbaj mend ka pasur një periudhë kohe kur ai ka qenë ndoshta 10 vjeç ose 11, ku ai më thoshte mua s'ka Zot. Okej, thosha unë. Unë mendoj ndryshe. S'ka Zot sepse është bota e kafshëve, ne jemi të parët e rendit kësaj. Po si jemi thosha se tigri është më i shpejt, elefanti është më i madh. Ne kemi një gjë që ata se kanë, kemi inteligjencën. Që na ngre mbi, patjetër jemi në krye, ai kishte drejt. Por nuk besonte. Domethënë më thoshte që nuk ka Zot. Dhe unë nuk i thosha, ja, ka Zot, se s'bën ka Zot. Por e lash të mendonte atë që mendonte. Edhe dal nga dal, pa ndërhyrjen time, ai filloi të interesohej për Zotin, për gjithësinë, për përjetësinë, për profetët e çfarë ndodh. Kjo pastaj unë shkoja në kish edhe ka thënë dua të vi me ty. Shembulli personal. Po, ka dashur të vi me ty edhe më thotë unë dua të ngjaj ty, ose më thotë dua të bëhem gazetar si ti. Them lexon, nëse do të bësh gazetar si unë. Se futbollistët që nuk bëjnë stërvitje nuk bëjnë futbollistë mirë, gazetarët që nuk lexojnë nuk janë gazetarë të mirë. Është lexon nëse do të bësh si unë, sepse aty te librat gjen shumë çka. Por ai tani është një besimtar, është një besimtar i ri, do të ketë, jam i sigurt, sprovat e veta, edhe në besim, por që ai ka ardhur atje me dëshirën e vet, nuk e kam tërhequr kurrë me vete në kish. Blen, dua të prek pak pjesën e humbjes. Unë humba babin para ca kohësh dhe kur ti humbet një prind, ajo që ti mendon për ta bërë pak më të lehtë, ndoshta edhe dhimbjen, edhe të qetë ndoshta personat e tua që nuk iku paktën me kokën pas. Kupton, i realizoi të gjitha. Na panë të realizuar. Edhe ajo sikur të qetëson, të jep atë ndjenjën e qetësisë e paqes. Si ndodhi për te ty me nënën tënde? Brianën ajo e rriti, kështu që mami ishte 62 vjeç kur vdiq. Dhe ishte smur me kancer kur ishte 48 vjeçe. Kështu që ajo jetoi edhe 14 vjet me sëmundjen, pati periudha të mira, pati rikthimin. Një gjë që unë ti e di përfundimisht, sepse shenjat janë atje, unë kisha lexuar shumë, më bën një mjek dikur në ato fillime më pyeti mos je në shkollën e mjekësisë. Ishim në Amerikë në atë kohë, dhe thash jo doktor, thash nuk jam mjek, por kam lexuar shumë, sepse të bën halli si thua që të mësosh shumë. Frika ime e madhe ishte që ajo do lëngonte, që ajo do vuante shumë në fund, dhe nuk ndodhi. Nuk ndodhi, ajo iku shumë e qetë, ishte në këmbë deri ditën e fundit, dhe pastaj erdhi një tromboz që mori, ka qenë në krahët e mi, kur ka vdekur, edhe e dinte që goca do vinte.
Ai kishte marrë vesh. Po, ishte marrë vesh, sepse Anora ishte shtatzan, e dinte edhe që ishte gocë, domethënë edhe ndodhi kështu, mami vdiq në shkurt dhe era lindi në korrik. Edhe ishte për ne ishte shumë e vështirë, patjetër. Një nën kishim dhe ka qenë një grua jashtëzakonshme. Të gjitha nënat janë. Ashtu, po. Por unë jam shumë krenar akoma sot e kësaj dite. Kjela vjen dje. Një zonjë që unë se njëja më ndaloj në rrugë. Më tha, mami, ka qenë një zonjë e rrallë, ka qenë një grua e rrallë, e kam njënë shumë edhe, ka pas një jetë të vështirë, me vuajtje, është rritur jetime, por nena ka dhënë shumë dashuri. Edhe unë pata shansin që t'i jap gjithashtu shumë dashuri, edhe të kujdesem për të kur ishin orët e saj të vështira, që ishin në fakt vite të vështira. E kam treguar që fakti që unë nuk ktheva, mbi çdo gjë kishte të bënte me dëshirën për të qenë pranë saj. Sepse dija që duke qenë unë këtu, jeta e saj do ishte më e bukur. Edhe më e gjatë, sepse ajo më donte shumë, edhe unë atë kemi qenë shumë të lidhur, edhe lidhjen edhe me babin patjetër, po lidhjen me mamin e kam pasur siç ndodh me djemtë shumë të fortë. Dhe në 2008 kur unë vendosa të vija këtu, unë më në fund isha i rregulluar me dokumenta, me punë të mirë, me domethënë gjërat i kisha në vijë në Amerikë, por thash, nëse do jem pranë shpresës, jeta e shpresës do jetë më e mirë. Dhe isha patjetër kisha dhe arsye të tjera, isha kurreshtar, doja të kthehesha, doja ta provoja, thosha ndoshta është bukur edhe do isha gjithmonë pishman, po mos kisha ardhur, po të kisha ndenjur andej. Por të qenit pranë saj ishte arsyeja e parë, qëllimi kryesor. Dhe ne bëm gjithçka që mund të bëhej, se këto do kishin qenë pengje, nëse për pamundësinë apo për një arsye, po që ti nuk do i kishe dhënë dot kujdesin e dur mjekësor apo për gjithçka që mund të bënim, e bëm. Dhe ajo jetoi, tani ka një gjë. Ne mendojmë sikur gjithë na janë dhënë nga 100 vjet, dhe nëse vdes 70 vjeç, është minus 30. Kjo s'është e vërtet. Po më ndodhi mua, se shifja njerëz 5 vite më shumë se babi, e thoya, po të kishe jetuar dhe 5 vite, pse po secili ka, siç thonë të vjetrit, ymrin e tij, ditët e veta, dhe nuk është një sasi e përcaktuar ku ti do ta mbushësh atë shishen deri në fund ose do vdesësh në mes. Patjetër, ka që vdesin më shpejt se ç'duhet, asnjëherë nuk është asnjëherë nuk është herët ose vonë. Është shkruar, është koha e tij, është koha e tij. Edhe është pjesë e jetës. Vërtet. Ai flet vajzës? Po, i flas. Ka një portret të nëna Peçës, siç ajo se takoi dot, Briani u rrit me të, dhe ai ka shumë kujtime me të. Po ka një portret mami im ka pas sy jeshil, të bukura, si tuat po të gjelbër. Dhe ai është një portret ku nuk i duket e gjithë koka, po themi, po është fokusuar te fytyra, është një foto që kam bërë unë. Dhe i bie dielli në fytyrë dhe syt i duken shumë. Edhe e kemi atë, është portret i madh, fotografia, edhe ajo shikon edhe thotë kish nëna Peça, thotë kështu që ajo e njeh përmes fotove, unë i tregoj edhe videot për shembull që ajo ka me Brianin, shëtitjet e gjërat e këto. Aty mund të dëgjoj zërin e saj edhe... Çfarë do të thoshe prindërve që ndihen të lodhur, fajtor dhe të pamjaftueshëm? Më vjen keq. Nuk jeni vetëm. Të gjithë ndihemi të lodhur. Të gjithë ndihemi fajtor me raste. Unë po për vete. Se ka pasur raste për shkak që i kam bërtitur çunit. Me mendjen time me të drejtë, po vjen edhe sepse kam qenë shumë i lodhur, nga një ditë shumë e lodhshme, e ti duhet të jesh shumë i sjellshëm me të tjerët jashtë shtëpisë, dhe ndodh ka kjo që nga fenomen edhe i studiuar, që me ata të shtëpisë je gjithmonë i dorëzuar, je po je edhe më, si thua, agresiv, më i sinqert edhe kur e ke atë balancën e ulët, se Zoti di se sa i përqafoj unë ata, i marr me të mira, i përkëdhele, u bëj masazh, unë fërkoj kraharorin ose shpinën. Por ka pas raste për shkak që e kam humbur durimin, edhe për fajt të tij, po themi, se është treguar. Edhe pastaj menjëherë bësh pishman. E di. Bësh pishman që thotë, pse mund ta kisha shmangur këtë gjën. Po është po mendoj se gjithë duhet kërkojnë falje.
njëri tjetrit. Gjithë është një mësim i mirë besoj për fëmijën, një gjë e tillë. Kush pretendon që s'ka arsye për të kërkuar falje, mendoj që duhet ta riekzaminoj edhe një herë veten e tij ose të saj. Por dashuria triumfon mbi të gjitha. Mendoj. Edhe ka momente që unë e kam fatmirësisht i mëson nga këto gabime. Ato fillojnë rrallohen, sepse ka një gjë që nëse ti e ushtron inatin vazhdimisht, ti bësh më inatçor. Nuk është e vërtet ajo, sepse sikur e nxjerr dufin, po them jo, ajo kthehet në një zakon ku ti shpërthen. E shpërthen një herë në një muaj, pastaj fillon shpërthen një herë në 2 javë, pastaj fillon shpërthen javë për javë, pastaj shpërthen ditë për ditë. Ti duhet të bësh të kundërtën e asaj, që nëse shpërthen ditë për ditë, fillon shpërthesh një herë në javë, pastaj një herë në muaj, pastaj ta lësh të kaloj 2-3 muaj pa shpërthyer, mundësisht 1 vit, 2 vjet. Unë jam te kjo e dyta. Çfarë nuk duhet të harroj kurrë një prind? Kurrë nuk duhet të harroj. Çfarë nuk duhet të harroj kurrë një prind? Se është përgjegjës. Se është detyra jonë, se ata janë fëmijët në fund fare, edhe se ata shohin nga ne. Nëse e shikojmë si një marrëdhënie, ose si një transakcion, ose si një betejë, një përballje, ne dhe fëmijët, ne që i ushqejmë, ne që i mbajmë me gjithë mirat, ne që të kemi bërë kokën, ne që, e kupton, dhe ju që, por kështu është, ne jemi përgjegjës për ta. Ata shohin për çdo gjë nga ne. Ne jemi shembulli edhe i dashurisë, edhe i kompasionit, edhe i moralit, i të drejtës. Unë dua që ai të jetë krenar për mua. Nuk dua që ti vi turp që është djali i Blendit, edhe bëj gjëra që ti nderoj fëmijët e mi, ose përpiqem me sa mundem. Unë jam një njeri normal si shumë të tjerë, nuk jam një figurë drejtuese apo mendon për ta në atë moment, mendon për atë. Patjetër. Dhe mendoj këtë gjë që ata më shohin. Domethënë fëmijët na shohin gjithkohës. Jo çfarë themi, por çfarë bëjmë. Si sillemi me njëri tjetrin, si duhemi me njëri tjetrin, si puthemi. Ne i bëjmë këto gjëra në prezencë të tyre. Ata na shohin që duhemi, që përqafohemi, që puthemi, që tregojmë kujdes për njëri tjetrin, sepse unë dua që i me bi të gjej një burr një ditë që kujdeset për të si unë për t'jemën. Edhe ajo ta respektoj veten siç unë respektoj mamin e saj. Se po të bëja unë atë arrogantin, që ta vë poshtë këtë grua, larg qoftë, ta godas ata, ku di unë, domethënë, atëherë ai do ta pranonte këtë gjë. Hey, burri edhe të rreth ndonjëherë. Është shumë gabim kur po besoj që kjo nuk duhet ndodhi në asnjë shtëpi. Në asnjë shtëpi, më drejt. Apo humbet empatia te fëmijët? Varet se ku e kërkon. Mendoj që në media e keqja shet. Edhe është një fjalë në anglisht, if it bleeds, it leads. Nëse është me gjak, është titulli i parë. Do të udhëheqi lajmet. Dhe ti nuk e që bën, unë nuk paragjykoj, sepse nëse ndodh një therrje në një shkollë, patjetër që ai do të jetë lajm. Por ajo që ne humbasim është gjithë ata shembuj të mirë të fëmijëve që tregojnë kujdes për njëri tjetrin, ato akte të vogla humane, të dikujt që mund marrë një nën për dorë që të kaloj rrugën, që mund duket si një shumë banal, patjetër që nuk është për në lajme. Ti nuk i vëre këto gjëra. Ne përqendrohemi tek therrja, tek ajo bën lajm, ajo tërheq. Ajo ka dhe mësimin brenda, edhe mirë bëjmë, sepse këtë duhet ta rregullojmë. Po ndërkohë na krijohet përshtypja e gabuar sikur çdo gjë ka marrë fund. E të gjithë fëmijët kanë një thik në çantë, që s'është e vërtetë. Ka fëmijë që janë shumë të mirë, shumë të dashur me njëri tjetrin, që ndajnë bukën me njëri tjetrin, dhe mendoj dhe shpresoj që ka empati. Ka empati, por ne nuk e shohim. Nuk duam, le të më shmangim. A duhet politika sot të ketë frikë nga fëmijët që po rriten? Ajo që mua më shqetëson më shumë se sa çdo gjë tjetër është të rriturit e fëmijëve nën shembuj të rriturve të këqij. Ne kemi lartësuar fatkeqësisht njerëzit që janë pasuruar shpejt, që kanë vjedhur me pak fjalë, edhe që ushtrojnë pushtet, edhe të dhunshëm,
Qoftë kjo përmes televizorit, qoftë kjo në zyrat apo në gjërat e tjera. Apo këta kapobandat që janë emra të njohur. S'do të përmend asnjërin prej tyre, po përmes lajmeve, përmes këtyre gjërave, dhe ne duhet kemi frikë nga shembulli i keq që u japin fëmijëve tanë. Fjala vjen nëse ne, siç kemi bërë me Tiranën, isha dje mbi një godinë të lartë, dhe ti shikon që kanë mbetur vetëm ca vila të braktisura në rrugën e Kavajës, fjala vjen që dikur kanë qenë vila të bukura me hurme, me portokalle, me avllite, me këto, sepse ato po presin të rënuara tani që të vi koha që të ngrihen kulla. Dhe ne fshim çdo shenjë të qytetit që trashëguam, të gjyshërve, të stërgjyshërve, të baballarëve, nënave tona, për të bërë një qytet tjetër prej betoni, prej kubash, prej kështu gjërash. Dhe çfarë është që ta mbaj fëmijën ton ose fëmijët tan të ardhshëm që ti fshim këtë që po ndërtojmë ne, për të ngritur dhe ata kulla edhe më të mëdhaja, edhe të tjera, se thonë, hey, prindrit tan e fshin historinë e gjyshërve, e zhdukën qytetin që ishte. Ne do ta zhdukim edhe këtë që po ndërtojnë këta, dhe kështu do të jetë, nëse vazhdojë kështu, ne do ndërtojnë gjërat e tyre, kështu që çfarë po ngrejmë sot mbi ato që ishin dhe që duhet ishin ruajtur, janë një mësim që ky cikël mund të përsëritet prapë. Para dhe pas fëmijëve, si ka qenë gjumi? Para? Përpara ka qenë normal. Pas? Pas, se për kohë që unë fillova të punoj edhe në mëngjes, gjumi, unë kam, nuk kam probleme me gjumin, në kuptimin, por kam mungesa gjumi. Ke mungesë gjumi. Unë po të shtrihem diku, fjala vjen tani, 2 minuta dhe unë kaloj në gjendje gjumi. Kam mungesa gjumi, do doja të kisha mundësinë të flija më shumë. Kafeja, para dhe pas. Kafe, unë pi kafe. Pi kafe, unë pi... Po të shqetësuar, të pa shqetësuar, të vëdhën se para, si ka qenë për para? Ti e ke fjallën në procesin, tani në këmë. Po kafen e parën e pi lënë gjumë ata, edhe pi shpejt, por duhet të mësoj gocën të mbej kafe. Mendoj që asaj do i pëlqej, ti mësoj atë makinën e kafe si përdore. Durimi, para dhe pas. Patjetër, të trajnohet durimi, të testohet durimi, të rritet, po durimi është si muskull. Qofse shkon palestër, të rriten muskujt, qofse ushtron durimin, po ta përsëris, ti e di vetë, se ti e prind vetë. Është lojë tjetër, është lojë tjetër, por është loja më e bukur. E vërtet. Telefoni para dhe pas. Telefoni yt në këtë rast. Telefoni im është shpesh herë, se nëse ka prekur goca, mund të ketë njolla ëmbëlsirash, edhe se ajo mund të jetë kështu, mund të jetë me gjëra nga gishtat e një fëmije, dhe ka pasur lojra, ja kam fshirë të gjitha tash, po më mbush një telefon shumë me lojra, s'dia nga të veja, domethënë hapeshin këto, hapeshin ato, vinin reklama, bënin ku diun notifications, që fillova të mbyll, po tani ja kam nuk e prek me telefon. Gatimi para dhe pas. Gatimi tash Anora më ankohet se unë gatuaj shumë mirë, po shumë. Po ke bollok. Po bëj më shumë se ç'duhet, thot ashtu dhe ku diun, ndoshta nga që kam punuar dikur në një restorant edhe jam mësuar me atë, po mua më pëlqen për shembull dhe atyre u pëlqen tava me pul. Pilafi me pul. Po unë ka vardis njëra atë me qep përpara. Po ke ndryshuar si njëri që gatuaj përpara dhe kur u bë. Po, më parë kam gatuar shumë më pak për 2 veta, dhe ishin nga këto gjërat çik më elegante, fancy, po themi kështu tani duhet gjëra që fëmijët kanë shumë qejf të hanë pilafin, makarona, pak probleme është që të mësosh zarzavatet e këto, po. E drejt. Daljet para dhe pas. Çfarë janë daljet? Shiko, ne dalim më rrallë, djeshim në balet me gocën. Nuk e pam deri në fund. Nuk e pat as ju, dhe ju nuk shikoni deri në fund. Një mikesh jona që ishte atje më tha mua ke ik 5 minutat e fundit, kështu që nuk është se humbe ndonjë gjë. Por ne kemi pas shkuar, kemi pas ndjekur shumë teatrin, shfaqjet e ndryshme kineman, në kinema. Fjala vjen, unë duhet të shkoj të shikoj Kazermën, që të kam dhënë fjalën. Jo pse të kam dhënë fjalën ty, po sepse të gjithë më kanë folur aq mirë për filmin, edhe unë s'kam pasur, sepse kemi shkuar për këto filmat për fëmijë, sepse ajo do kohën e vet, domethënë ka atë rehatin e saj e këto gjërat. Por ja sot do t'i çojmë
nga nëna, do rrinë, do flenë një natë atje, që ne të mund të bëjmë një dalje bashkë, shumë kinema. me njëri tjetrin. Mendimet, para dhe pas. Mendimet. Po. Unë, tani janë mendime të tjera, janë mendime edhe prindërore, edhe ti duhet patjetër të mendosh. Sepse çdo moshë ka, pavarësisht që fëmijët nuk janë më bebe, por çdo moshë ka ato sfidat e veta. Tani në shkolla, ai ka filluar të pyesi për çfarë do studioj, po ku do studioj. Ne duam që ai të ketë mundësi të mira, edhe unë dëshiroj që ai të studiojë jashtë. Por edhe kam qejf ta kem pranë, edhe kam merak, domethënë gjithë përleshje, betejë, ato gjëra, por me besim do shkojmë se çdo gjë do dali për mirë. Udhëtimet para dhe pas. Kemi bërë. Para sigurisht që ke pas më shumë apo jo, e di pse, sepse ndryshoi edhe kjo pjesa që u hoqën vizat. Ose këto low cost tani që bëjnë shumë të mundur, nga Tirana fluturohet shumë. Ne na pëlqen jashtëzakonisht shumë dhe kryesisht i marrim me vete. Super. Herën e parë Briani ka qenë 3 vjeç. Dhe ne shkojmë në Stamboll. Edhe ndejmë 3 net atje, më duket 3 net apo 4 net. Dhe se kishim lënë asnjëherë. Dhe mbaj mend momentin kur jemi kthyer, ai po luante me nënën për jashta. Dhe ne kthejmë cepin e pallatit dhe tani e kemi përballë. Dhe na shikon, është një çun i vogël 3 vjeç, edhe 2 lotë i ikin kështu. Të dyja për një herë, edhe u pam me Anorën, tham ne nuk ikim më asgjë kundi pa këtë. Dhe kur ishim atje te Gallata, në Stamboll pam një, ndoshta ishte një holandeze, një evropiano veriore dallohej që ishte. Ajo s'kishte një, ai kishte 2 në karros, njëri mbas tjetrit binjak, edhe po i shtynte rrugëve të Stambollit, edhe ne aty tham, po ne tham na një kemi që ishte më, ai kishte 1 vjeç kalamajt e vet, edhe ne se morëm atë se tham që do lodhet në Stamboll. Dhe pastaj kemi marr qet vogël kudo që kemi qenë. Kemi bërë shumë rradh edhe me një çift tjetër që nuk i marrim kalamajt për të heq pak prizën, si thua, por përgjithsisht mendoj që fëmijët u bën shumë mirë të udhtojnë, të shikojnë kultura të tjera, ushqime të tjera, vende të tjera. Edhe atyre u pëlqen shumë të udhtojnë. Edhe babi më thotë, më thotë kur do ikim me avion, se ishim në Amerikë para në verë, edhe nuk udhtuam në vjesht, kemi qenë shumë të zënë. Edhe dua të ikin në një vend ku shkohet me avion. Do thotë ajo, dhe dua që avionët jenë me televizor. Po s'janë këta, nuk janë me televizor këta të linjave të shkurtra. Që thash, okay, do mendojmë për një rrugë të gjatë apo avion që ka televizor. Festat para dhe pas fëmijëve. Festat me fëmijët marrin shumë kuptim. Se unë kur isha fëmijë, vdisja për vitin e ri, se ne s'na lejoja as Krishtlindja ato vitet e para të jetës time, s'kishte Krishtlindje, kishte vetëm vit i ri, quhej plagu i vitit të ri. E kaq, edhe e mbaj mend që ishte një magji. Pra pema, drita, dhuratat, portokallë, arra, merr kryesisht shumë nga këto. Por e shijoja shumë. Dhe pastaj vjen ajo mosha adoleshencës, rinia që okay, thua mirë këto festat, kalojnë, nuk ke ndonjë më kështu. Beson më te Santa Claus e këto. Por tani që janë fëmijët, ti e bën për ta. Edhe prapë zbukurohet pema, sa e vogla do që të gëzoj, edhe atmosfera, kështu që ka zhurmë në shtëpi, më ka rifutur. Po shijoj, sepse shijoj bashkë me të, domethënë edhe dua ta përjetoj përmes syve të saj se çfarë është gëzimi i Krishtlindjes, i festave, i të qenit pranë njëri tjetrit. Bashkë me njëri tjetrin. Frikërat para dhe pas. Frika më e madhe imja personale për mua vetë, do të ta rrëfej këtë gjën. Pata një alarm fals para ca kohësh, që s'ishte ndonjë gjë, por që duhet bëja ca vizita mjekësore. Edhe mendova më të keqen. Dhe ajo frikë që pata unë ishte si t'i lëm fëmijët vetëm. Domethënë, sinqerisht, nuk është se e mendova kështu që nëse jo jeta ime, por jo jeta ime, nuk ishte aty se unë tham, okay, kam jetuar, jeta ime ka qenë e mirë, por do më dukej sikur po i tradhtoja, sikur po i lija rrugëve. Më kupton? Fatmirësisht nuk ka asgjë, por që për një moment dhe atë mendova pastaj, thash, okay, mendja më rrinte tek ata. Mos prezenca e prindit është që po fëmijët duhet i rrisësh të paktën ti shikosh të rriten, mos kenë më nevojat bazike për ty. E kjo ishte më e fortë se sa dëshira ime shumë e madhe për të jetuar. Drejt, është shumë vërtet kjo. Dashuria.
është e pamatshme. Thellësia, lartësia, gjerësia e dashurisë. Unë gjithçka do ta bëja dhe çdo prind do ta bëj. Ta kam përmendur një herë tjetër që dikur i shikoja prindit që vetë sakrifikoheshin për fëmijët si heronj. Tani e kuptoj që është një gjë krejt e natyrshme që ti mund të sakrifikosh çdo gjë për fëmijën tënd, nuk kërkon një hero. Të gjithë e kemi brenda vetes. Brenda vetes për fëmijët. Koha para fëmijëve dhe pas fëmijëve. Koha është bërë, çiko, unë zgjohem herët edhe në fundjavë dhe i lë tash Zotit flani një 2 orë tjera. Se më del gjumi, që ti je pak. Po, se nëse çohesh në 5:30 çdo ditë, 6:30 ke fjet një orë më shumë, dhe aq mban trupi, unë çohem vet. Në ora 6:30 them, inshallah flenjta deri nga ora 8:30, që unë se të shtëpia është e qetë dhe mund të merrem me ca punë, të lexoj pak më shumë, domethënë. Kjo është gjëja që ka sa gjëra që janë hobbyt e mia, pasionet e mia që më duhet i them anë skriva. Di që s'jam ul fare, i them, por nuk jam ul fare. Po dua të ngotshumësh, po dua kështu, po dua të ngrohtë, po dua me mjalt, po dua, e kupton, edhe ti vjen si fugë vërdall nëpër shtëpi. Ti është ndryshe. Lutja para fëmijëve, pas fëmijëve. Para buke pas buke. Patjetër, po se lutesh edhe për ta. Unë lutem që Zoti të më përdori për mirë, se asnjëri nga ne nuk është i denj, as i nevojshëm për Zotin, por dua të më përdori, dua të jem shembull i mirë, dua të më vër fjalët e duhura në gojë, të më takoj me njerëzit e duhur, të më mbroj nga i ligu, e krenaria, e tundimje, e gjithë gjërat e tjera. Po i lutem për fëmijët, për shëndet. Unë mendoj që Zoti i do fëmijët e mi, siç i do të gjithë fëmijët, kështu që s'kam nevojë ti kërkoj që ti doj, por i lutem që të më ndihmoj mua që të prinderoj siç duhet, mos bëj ato gabimet që kemi tendencë ndonjëherë t'i bëjmë. Në vërtet. Jeta para dhe pas fëmijëve? Më e bukur. Pas fëmijëve, patjetër. Unë kam pas jetë të mirë, jam mirënjohës për këtë, kam qenë fëmijë që më kanë dashur shumë, kanë dhënë shumë dashuri. E për këtë arsye mendoj që jam rritur i plot, pa mungesa në këtë pjesë. Jam shumë i mirënjohës për një fëmijëri të mbrojtur, të lumtur, me shumë dashuri, se mendoj kjo është kryesorja. Pastaj gjithë gjërat e tjera vinë mbrapa, dhe mundohem që këtë t'ua jap edhe fëmijëve të mi. Ti bëj të ndihen që janë të çmuar, që unë i dua pafundësisht, që do të kujdesem për ta sa të kem frymë, dhe dua t'i shoh, tani kam thënë ati se ajo është shumë e vogël, që dua të bëjmë gjysh, sigurisht nuk e i vënë afatë se ai është akoma fëmijë vet, por që tash kjo është dëshira e rradhës. Se thonë që gjyshi im thoshte e vlati e vlatit, mjalti mjaltit duhet gjithmonë më shumë. Shikojmë se si është. Si do jetë. Në këtë ditë Krishtlindje, dhuratat i hapni në mëngjes? Mëngjes. Bëni shumë dhurata? Jo shumë. Po i bëjmë njëri tjetrit. Dhe unë kam mësuar që është mirë të pyesësh. Përpara, se çfarë dhuratash duhen, që mos marrësh ose mos bësh papuçe e gjëra çorape e ku diun se çfarë, kështu që unë e praktikoj këtë. I kam pyetur fëmijët se çfarë duan. Ata këtë vit do të marrin një dhuratë të përbashkët që kanë rënë dakord. Se dy të tilla i thash s'ka shanse, i thash sa jo. Por do jetë një gjë që do ta ndajnë me njëri tjetrin. Dhe po dhurata më e madhe është të jemi mirë, të kemi shëndetin, të kemi njëri tjetrin. Koha juaj, koha me njëri tjetrin. Ajo është një gjë që fatmirësisht mendoj që e kam mësuar në kohë. Ishte një billboard që pash, unë e pash një foto, po ishte diku në Amerikë. Edhe drejtoj këtyre njerëzve që janë duke ikur në punë ose duke u kthyer nga puna, dhe thoshte, mbas 20 vjetësh, të vetmit njerëz që do mbajnë mend që ti punoje overtime, janë fëmijët e tu. Janë ato orët e munguara në shtëpi, po. Shpak po e sigurt. Dhe çfarë mesazhi do jepi atyre që na shohin në këtë Krishtlindje? Shumë paqe, shumë dashuri, shumë durim. Jeta është e bukur, ka vështirësitë e saj,
por ne i përkasim njëri tjetrit. Një nga këta murgjit budist thoshte, e pyeste nxënësi, thoshte, si të sillem me tjetrin? E thoshte, nuk ka tjetri. Ne jemi, ne jemi një, jemi zgjatimi njëri tjetrit, i përkasim njëri tjetrit, ta shikojmë jetën me më pak egoizëm, me më pak garë të smur, me më pak nevoja për të grumbulluar, se kjo mendoj që është një mundim shumë i madh për shumë prej nesh, se asgjë s'marrim me vete, asnjë prej nesh nuk vjen në këtë jetë me xhepa, vim kështu siç jemi, kështu siç do ikim, edhe le ta shijojmë, sa jemi këtu, le ta shijojmë njëri tjetrin. Unë të falenderoj pa mas për prezencën tënde në mamë, për gjithë mesazhet që ti dhe, se janë të domosdoshme. Falenderoj unë që më pate dhe gëzuar Krishtlindje. Gëzuar Krishtlindje.